televizionit Syri, mirë se po takohemi me të gjithë ju të cilët të ndiqni emisionin me Elditën. Do të përpiqemi edhe sot të trajtojmë një temë për të cilën konsideroj se do të ngjall interesin e të gjithë juve. Shkëputja martesës, e njohur si divorci, shkullërzime, terma të ndryshme, sinonime të njëra tjetrës për të cilat sipas perspektivave sociologjike dhe psikologjike thonë se shkaktojnë pasoja të shumta në formimin e personalitetit të metutjeshëm dhe të njëjtat ndikojnë negativisht në formimin e etapave të tjera jetësore. Agjencia Statistikave të Kosovës ko pas kohë del me informacione të sakta se sa është numri i divorceve në nivel vendi në periudha të caktuara, por ne do t'i referohemi në këtë diskutim të sotëm pikërisht të dhënave të fundit nga kjo agjenci, e cila thotë se në vitin 2023, më konkretisht në muajin janar, ka ndodhur gjithsej 1988 kurorëzime. Ndërkaq shkullërzime janë 156 raste. Prej tyre, në bazë të këtij raporti, thuhet se 9 shkullërzime janë nga komuna e Gjakovës. E për të trajtuar këtë çështje, për të folur më gjatë, ne jemi përpjekur të përfshijmë 3 institucione të cilat në baza ditore lidhen me këto problematika. Kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarën e sotme, zonjën Mirjeta Shala, gjyqtare në gjykatën themelore në Gjakovë. Mirë se erdhe. Faleminderit më Zyrgjita. E shoqëruar nga Nora Dobruna, zyrtare ligjore në kuadër të zyrës për ndihmë juridike falas. Mirë se erdhe. Mirë se Zyrgjita. Kënaqësi, gjithashtu edhe Trumza Lila Ukmata nga Qendra për Punë Sociale, njëherë zëvendësuese udhëheqëse së shërbimit social. Mirë se erdhe. Mirë se Zyrgjita. Sot do të flasim për një çështje të ndjeshme. Megjithatë, ju në baza ditore punoni me këtë problematika dhe njini më afër se si qëndron kjo situatë. Do të fillojmë me ju, zonja gjyqtare, pikërisht nga të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. 9 raste thuhet në nivel të komunës së Gjakovës. Nga aspekti juaj profesional, si e vlerësoni ju këtë? Fillimisht edhe në nivel të Kosovës, po edhe në nivel të komunës së Gjakovës të pas parasysh se sa popullat ka, mendoj që pra nga aspekti im profesional është një numër i madh në krahasim me njerëzit ose me popullatën se sa jemi, sidomos në nivel të Gjakovës, në raste me ndodh për një periudhë një mujore, unë vlerësoj se është shqetësuese, është një numër i madh. Nora, dani edhe ju të njëjtin mendim kur është fjala edhe në nivel vendi? Shikon, në nivel vendi ndoshta është një numër i madh, mirë po konsideroj se kjo vjen si rezultat i ndryshimeve që kanë rrjedhur në gjitha aspektet jetësore. Kështu që është e pritshme një numër kaq i madh i divorceve apo shkullërzimeve. Unë konsideroj që nuk janë as shumë brengosëse, as edhe pak, ose për shembull që me thonë diçka e re që po ndodh. Kjo ka më shku në vazhdimsi, konsideroj se është një fenomen që ka më na përndjek edhe për një kohë të gjatë. Si shihni divorcin ju, Trumza, në aspektin profesional? Divorci në aspektin profesional e shikoj si një dukuri që shkakton pasoja, jo vetëm tek çifti, por edhe të gjithë anëtarët e familjes tjerë, po ashtu edhe sidomos tek fëmijët. Zonja gjyqtare, do të fillojmë radhazi të trajtojmë çështjet kur bëhet fjalë për shkëputjen e martesës. Cilat janë procedurat në aspektin ligjor? Si shkon gjithëcuria e këtij fenomeni ose dëshira e individit për ta bërë këtë çështje? Fillimisht sipas legjislaturave tona në fuqi, janë të parapo me disa mënyra që viri deri te shkullërzimi ose zgjidhja e martesës. Procedura inicohet me propozim të përbashkët, po inicohet edhe me padi. Me propozim të përbashkët, ligji e parashë rastet kur të dy palët në vullnetin e tyre shprejnë thjesht janë të pajtimit, janë të dakordit që raportet e tyre nuk janë më siç kanë qenë, jeta është bëhe patërueshëm bashkërisht edhe bashkërisht vendosin
me e zgjidh martesën, domethënë janë të vullnetit të dy palët. E paraqisin një propozim të përbashkët, titullohet i tillë në gjykatë dhe procedura në këtë rast është, me thonë, ma e shpejt, e shkon shumë ma shpejt se sa që kur inicohet me padi. Në rastet ku inicohet me padi, është çdo herë njëri prej palëve është kundër zgjidhjes së martesës. Na e dim që edhe martesa është me vullnetin e dy palëve dhe mbajtja e saj një duhet me qenë me vullnetin e të dy palëve, kështu që ka kundërshtime për njërës palë, bëhet me padi, mandej janë procedurat e paraqitjes së provave që i vërtetojnë që ato fakte që jeta është bo padurueshme, që ka ndodhur ndoshta tradhtia, varësisht për arsyeve që ata po dojnë me zgjidh martesën. Fillimisht të dyja rastet kemi propozim të përbashkët, po dhe kur kemi padi, zhvillohet procedura e tentim pajtimit. Në rastet kur çifti nuk kanë fëmijë, procedurën e zhvillon gjykata, e mbajmë një seancë, dy seanca, varësisht sa e shes gjykata të arsyeshme me bisedu me çiftin nëse ekziston një mundësi që me u kthy raportet ose me mos me u shkurorëzu. Pastaj nëse shohim që ka dështuar procedura e tentim pajtimit në rastet e propozimeve ku inicohet me propozim, kalon në dhënien e vendimit dhe zgjidh martesën. Në rastet e padive është pak më gjatë se na duhet me mbledh prova, varësisht prej propozimeve që i bojnë palët për prova. Jo gjithmonë palët janë të përgatitura për të bërë një padi, apo? Jo, nuk janë gjithë mirë, po ka raste kur e inicojnë mandej e tërheqin, varësisht prej situatave që janë gjendë. Në rastet kur nuk kanë bashkëshortët fëmijë, është ndoshta procedura shumë më e thjeshtësuar, ndërsa në rastet kur bashkëshortët kanë fëmijë, edhe për gjykatën është pak jo e komplikuar, po mund na merr kohë më shumë, pasi që duhet të studiojë rrethonat që kanë të bëjnë me çështjen e fëmijëve. Faleminderit. Zonja Dobruna, më intereson të di me që ju ofroni këshilla juridike falas dhe në një farë forme njerëzit kur fillojnë ose të mendojnë për një padi ose e kanë dorëzuar atë, është një adresë që duhet të ndalojnë deri tek ju. Si qëndron situata në komunën tonë? Sa janë të qasshëm njerëzit për të marrë këshilla juridike falas në këto rrethana? Në fakt, tash qytetarët janë më afër sistemit drejtësisë. Qasja aty në sistemin e drejtësisë mundësohet për institucioneve tjera që janë krahas këtyre institucioneve që vinë në ndihmë qytetarëve për me arrit qëllimet e tyre çfarëdo që kanë bëjnë me sistemin e drejtësisë. Zakonisht, kur vinë çiftet, se kemi raste, kur vinë çiftet e përbashkëta, do më thonë që janë të pajtimit të shkurorzohen. Mirë po, zakonisht, normalisht, na e kemi për obligim me i dhonë jo vetëm këshilla, po edhe i orientojmë në angazhimin e avokatëve lidhur për gjatë përndjekjes së gjithë procesit në gjyqësor dhe trajtohen rastet normalisht si gjithë krejt të tjerët. Është interesant se karakteristikë është se kemi çifte që vinë për 2 muaj martesë, do të thonë para 2 muajve janë kurorzuar dhe kërkojnë që të shkurorzohen, por kemi edhe raste kur kemi mbi 35 vjet martesë që kërkojnë shkurorzimin. Kjo është shumë interesante. Shumë e çuditshme kjo mbi 30 vjet martesë, sesa ajo 2 muaj, sepse e kanë pa që nuk funksionon edhe i kanë japë fund herët. Kjo tregon që megjithatë ky numër nuk është tregues i vërtet i kërkesës për shkurorzime. Ore konsideroj që ka me pas një numër ende më të madh, për shkak se shumica e njerëzve apo kryefamiljarëve ose ndikimi i familjeve ndikojnë shumë në mosmarrjen e vendimeve për të arritur deri te shkurorzimet. Ende dhe më thënë familjarët përpiqen me ndiku në këtë, se është vendimi i çiftit ku është shumë pak e tolerueshme kjo situatë ndoshta. Sidomos në rastet kur kanë fëmijë dhe gjendja emocionale e familjes krijojnë situata të reja, konflikte të reja, kështu që mundohen një herë për një herë që të ndalojnë shkurorzimet, të shfrytëzojnë disa mundësi të tjera në mënyrë që të parë nëse po funksionon. Nëse po funksionon familja si tërësi. Po.
Cili është roli i qendrës për punë sociale në këtë drejtim? Sepse ju jeni aktorë të cilët deshet apo s'deshet duhet të funksiononi për të kryer një lëndë deri në fund. Kisha dosht nështë një informacion për fillim, shka është qendra për punë sociale. Qendra për punë sociale është institucion publik, profesional, i nivelit komunal, kompetent për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë. Në kuadër të qendrës për punë sociale, kemi shërbimin social, i cili është i përbërë nga profesionist të fushave të ndryshme si punëtor social, pedagog, psikolog, sociolog dhe jurist, por që në shërbimin tonë mungon profili i pedagogut. Ne veprojmë në kuadër të organit të kujdestarisë, i cili sipas ligjit të familjes së Kosovës është organ komunal kompetent për çështje sociale, përgjegjës për mbrojtjen e interesave të fëmijëve dhe të rriturve, i përbërë prej një grupi ekspertëve që veprojnë në kuadër të qendrës për punë sociale, që mandat dhe qëllim kryesor kanë interesin më të lartë, domethënë mbrojtjen e fëmijëve, por ndër detyrat e tjera është edhe angazhimi në sanimin e marrëdhënieve të çrregulluara bashkëshortore, ku bëjmë propozimin apo japim mendim lidhur me besimin e fëmijës në rast të shkurorzimit të prindve dhe përcjelljen e realizimit të kontaktimit. Po, faleminderit. Gjithmonë ka dilema pse ndodh një divorc. Ju merreni vazhdimisht me këto situata dhe dëgjoni përvoja nga më të ndryshmet. Cili është konkluzioni juaj? Pse ndodh divorci? Edhe nëse i referohemi statistikave, shohim se kjo dekada e fundit ka qenë pak vrullshëm më rritur sa i përket dëshirës për të divorcuar. Ndoshta gaboj pse e quaj dëshirë, po ka raste kur, siç e thatë edhe ju vetë, me dëshirë çifti vendos të marrë një vendim të tillë. E përmendi dhe Nura më herët zhvillimet e shumta që janë bërë kohët e fundit të ndryshimi mentaliteteve, mandej një diçka që unë e kam vrejt gjatë punës tem është edhe tepër shumë emancipimi i femrave, shkollimi i femrave, tentimi i tyre për me u ngritur në karrierë. Kjo është një ndoshta shumë raste çdo i dytë ose i treti rast që unë e hasim praktik, që është ndoshta arsyeja vetme që ka ndodhur dhe keq kuptimet mes çifteve, vetëm për shkak që femrat dëshirojnë me punu, qoftë me u shkollu më tutje, apo ato që nuk kanë ndonjë shkollë shumë të lartë, po thjesht me u kyçi dikon në punë, mandej diçka që kam vrejt edhe shumë gjatë punës se më ka qenë edhe jetesa në shumë persona, në bashkësi familjare që e përmendi edhe Nura, ka shumë probleme që lindin atë kur jetojnë më shumë se sa që janë çifte. Janë faktor këta të cilët pikrisht ekzistojnë rrethana tjera që mundën me i përmirësu këto rrethana. Na e dim mentalitetin që kena jetuar, po jetojmë edhe është pak problem. Sidomos në vendet rurale, me i binë që unë po du me dalë me jetu vetë, veç me familjen teme. Adhe, na duhet të pak kodri, sa dim që të na duken gjonë ma normale. Unë kom pas rasën praktik që ka ardhë për shembull dhe më ka thonë gjyqtarës po moj se thjesht jemi të jetu 10 vjet, 15 vjet, dhe unë po du me punu dhe s'po mojmë. Ngarkesë emocionale që s'mundet me dalë me jetu bashkë dhe nuk po mojmë. Mandej është kushtet ekonomike. Pavarësia ekonomike është thënë gjithmonë se rol kryesor që ndikon në sidomos i gruas. Domethënë që mundësi e parë që të vjen jo për shkak se ngritesh ekonomikisht, mirë po ndoshta ngritja vetdijes së saj për një jetë më të mirë edhe më të përshtatshme për veten mas pari, po edhe për fëmijët edhe për vetë familjen, e konsiderojnë si një prej zgjidhjeve më mirë një shkurzim se një martesë e palumtur. Kështu që e konsiderojnë si mundësi. Nuk kemi te kalu ne, alo ato tendencat për me quajt shoqëri maskiliste që burri duhet me vendos për gruna me punua, mos me punua, më shkollua, mos me shkollua. Po në fakt deri tash kështu ka ndodhur. Kur mashkujt kanë vendos për a ka me punu bashortja ose kryefamiljari, po higjinisma shkollore. Në këtë rast, në këto raste tash ka ndryshuar situata. Vetëdijsimi i femrave, i gruas për të drejtat e veta, për mundësitë e veta. Ligjin ndoshta më shumë. Sigurisht, po edhe shkollimi i tyre ndikon shumë në avancimin e tyre, në shfrytëzimin e drejtave të tyre, për edhe të shkurzimi.
Ka pak rëndësi, rastet që i kom pash edhe martesat bajagit hershme që ka ndodhur, janë kanë pa përgatitën për obligimet, për çka po jo pret në të ardhmen, dhe mandej secili ka tentuar me ju ik pak obligime familjare, jo shoqënia, jo thjesht nuk janë kanë njoftuar që po të pret një jetë më ndryshe, pak më shumë obligime se sa kur ke qenë pa martuar, pa fëmijë, kështu. Po. Problemi është që hynë martes pa di çka dëshirojnë. Po, këtu Se edhe te na kryesisht si faktor kemi mujt me po në qendër për punë sociale martesat e hershme janë faktori kryesor. Se pastaj rritën përgjithësit, rritën detyra. Ndodh dhuna në familje, martesat e hershme konsumohen edhe ndodh shumë raste të dhuna në familje, që i shkakton mas ne gjitha problemet tjera, kushtet ekonomike, jetesën bashkësi, siç e cekën. Po, ju e thatë, zonja gjyqtare, që përpiqeni me atë seancën e pajtimit, nëse ajo do ta rregullojë këtë problematik. Kam përshtypjen këto seancat e pajtimit, a nuk mund të ndodhin para se të ngris një padi që çka mund diskutohet aty në atë seancë që ta kthejmë mbrapa atë që e ka paditur, ose burri ose gruaja, cili do të jetë. Gjykata si institucion, seancën e tentim me pajtimit mundet me zhvillu vetëm masi që të iniciuohet rasti në gjykatë. Nështë ta kisha mujt me ndihmu gjyqtarës në këtë rast, ka raste që para se ta paraqisin kërkesën padin apo propozimin për shkurorizim, që bojnë kërkesën në qendër për punë sociale për sanimin e marrëdhënieve bashkëtorë, probleme familjare që mundohem me trajtu. Domethënë, pas kam të drejtë pse pyet. A qenë ka një derë ku para kur ki ato dilemat ose thjesht edhe para edhe pas. Ç'a ndodha aty? Zhvillojmë procedurën vetëm kur të vjen mulanta në gjykatë. Çka bisedoni në seancën e pajtimit? Unë i kom zhvillu disa seanca që i kom pasë në punën time praktike, mbaj vetëm me çiftin dhe me zyrtarin ose zyrtarin ligjor që e kam në seancë. Mundohen aty për shumë me gjetë se çka realisht ka ndodhur mes çiftit që po vjen puna deri te shkurorizimi. Sidomos kur kam indikacione që është jeta e përbashkët e shumë personave në bashkësi që jetojnë, mundon aty për shumë me javë spjegu në farë mënyrë që nuk është arsyeja ja për marrë deri te shkputja e bashkësisë, mirë po mendoj që në momentin kur ata vinë gjykatë dhe që kanë shtirë të gjitha mundësitë të brendshme. E shumë trolla janë raste. Na e kemi obligim ligjor me zhvillu seancën e tentim pajtimit, mirë po ka ndodhur raste që ndoshta më kanë dëgju, ka ndodhur raste që më kanë thonë gjyqtar as mos tento se na para si marrë këto çdo mundësi të bashkimit, na të ribashkimit i kemi shtirë. Qoftë përmes familjeve që kemi na tradit, qoftë edhe ata dy bashkë. Do më thonë, jo mundu, disa herë ndoshta ku majt 1-2 seanca që me po apo ka gjasa po tishtu ka dështu, edhe nuk është zhvillu. Juve thatë që përpiqeni me i tregu edhe angazhimin e avokatëve, por jo të gjithë e kanë mundësin. Kostoja angazhimit të avokatëve në vendin tonë është kogja e lartë, sidomos nëse ajo kalon nga një seancë në një seancë tjetër. E nëse pala është kërkon pavarësi ekonomike, shohim se problemi me ekonomi është shumë i ullët, kështu që si balanconi këto situata? Këto situata zakonisht në momentin kur vjen kërkuesi për shembull për fillimin e procedurës së shkurorizimeve, ne insistojmë që t'i japim t'i informojmë me të drejtat, por dhe obligimet që rrjedhin prej kësaj procedure. Mirë, po megjithatë, ne ofrojmë raste për avokat, domethënë angazhimin e avokatëve e bëjmë për rastet sociale, që janë përfitues të ndihmave sociale dhe rasteve të cilat janë me gjendje ekonomike të përafërt me ata që janë përfitues të ndihmës sociale. Në këto raste informojmë për listën e avokatëve dhe angazhohen avokat lidhur me rastet e caktuara. Ata i faturojnë procedurat dhe pagesa bëhet prej institucioneve shtetënore. Kështu që është një lehtësi e madhe për personat të cilët janë në nevojë që kërkojnë angazhimin e avokatëve falas. Domethënë, ata pala nuk paguan, por institucionet shtetërore paguajnë. Domethënë është një mundësi e mirë kjo, pasi që është e rregulluar me ligj, që të paktën krahas atij dëmit që tha trumza që i bëhet të çiftit në përgjithësi, në anën tjetër bile aspekti ekonomik të mos dëmtohet.
Do të flasim pastaj me gjyqtaren edhe tek ndarjet kur çifti ka fëmijë, planifikon. Ju jeni kryekput lidhur aty me angazhimin e fëmijëve. Si e merrti, si e sheh, si qëndron gjendja emocionale e çifteve që kanë fëmijë, sidomos fëmijëve për shembull? Te rastet kur kanë fëmijë, zakonisht fëmijët shfaqin pasiguri, ankth, frikë, shpeshherë edhe janë konfuz në mendimet, sjelljet dhe veprimet e tyre, që në aspektin sociologjik janë edhe ndihen inferior ndaj bashkëmoshatorëve rrethit ku jetojnë, ndihen të paragjykuar edhe të stigmatizuar. Do të thënë, gjithçka, çdo gjë mundet me deviju situata sa i përket. Te moshat më të vogla të fëmijëve, rikuperimi është më i lehtë se me kohë fillon të zbehet, ndërsa te rastet kur janë adoleshent, ndikimi është më i madh. Ndoshta pse ata janë më të rritur për me pas situatën, apo ndikon rrethi shoqëror, siç theti? Ndikon rrethi shoqëror, ndihen paragjykuar. Po, na fol pak për këtë dëshirën e çiftit për me shkëput martesën, por në atë martesë ka fëmijë. Të mund të jenë të moshave të ndryshme, mund të jenë 1, 2, 3 ose më shumë. Këto situata besoj se janë më të ndjeshme edhe për juve, sepse në mes është dikush. Dhe ne shqiptarët gjithmonë kemi bërë përpjekje kur është fëmia në mes të durojmë, por ja që është ai kufiri, siç e tha edhe Nora. Sa janë këto pak sa më të lodhura këto seanca? Pak po shumë Shumë, janë. Fatkeqësisht viktimat e këtij divorci janë fëmija, dashur pa dashur. Edhe është diçka e keqe paktën se prindrit që vendosin me nda ose qoftë me propozim ose me padi, ka njëherë harrojnë që i kanë do fëmijë të përbashkët që duhet me mendu ma shumë për ta sesa që duhet me mendu për vite. Edhe fatkeqësisht të na ka shumë raste që prindrit ndikojnë tek fëmija kur kanë të bëjnë me çështjen e shkurzimit. Të rastet kur kemi të bëjmë me padije, në rastet më problematike, se njëri prej prindërve kërkon besimin, tjetri nuk pajtohet me çështjen kuj me ju besu fëmija, dhe është tepër e vështirë me ardhur deri te vendosja. Si e vendos gjykata besimin e fëmijës? Çdo herë normal, por është i vetmi rast në procedurën tonë civile që unë gjykoj, që gjykata ka një farë roli aktiv që ne mundemi me marrë prova edhe pa propozimin e palëve në procedurë. Deri te vendosja, unë për me vendos për një çështje që kujt me ju besu fëmija, normal fillimisht ju drejtohemi qendrës për punë sociale, me i marrë gjitha dhanat, anamnezën, sa i përket si jetojnë, çush jetojnë prindrit, çush i kanë kushtet ekonomike, aspektin emocional, çush janë të lidhur fëmija ma shumë, besat deklaratat e fëmijëve i marrin çush e kanë ata vullnetin e tyre, dhe qendra për punë sociale jep një mendim prafërsisht se çysh është raporti ka nojnë fëmija ma shumë. Mandej mbi bazën e raporteve që i ofrojnë këta qendra për punë sociale, mandej në qoftë se është e nevojshme në nxjerrim edhe ekspertiza psikologjike që në mënyrë të detajuar na shpjegon gjendjen që mu personalisht me ndihmon tepër shumë për me vendos sa i përket besimit të fëmijëve se aty është ku është interesi më i mirë i fëmijës që është mbizotrues për neve si gjykatë me vendos ku i me ju besu fëmija. Është, muj me thonë, një ndër vendimet më të vështira për me marë si gjyqtar. Nëse fëmija është shumë i vogël edhe është në procesin e gjithëdhënies ose diçka tjetër, a duhet me çdo kusht i takoj nënës? Çdo gjë merret parasysh në rastin e vendosjes. Aha, domethënë s'ka përjashtime në këtë drejtim. Merret parasysh, po tham, zakonisht ekspertiza psikologjike është ajo që neve na sqaron më shumë, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë të moshës tillë që po përmendi. Mbi një vit se deri një vjet nuk lejohet shkurëzimi nëse nuk lejohet. Derisa gruaja është azonet dhe derisa fëmia të bën një vjet pa dia për shkurëzim, mundet më bëj po gjykata se trajton e udh poshtë. Që ka interesante kjo për me. Nuk vendos gjykata. Po e parashojnë fëmia është shumë i vogël, gruaja është shtatzon, është gjendje e ndjeshme, ndoshta edhe nuk po tham që s'është e vëdishme, po gjendja e saj emocionale është më e ndihshme
në shtazani se sa kur është pas lindjes. Shumë e mirë, se ndoshta ka edhe raste të cilët nuk ngrenë pa di, por ndohen pa kriju procese gjyqësore. Ndoshta në shtatzani mundën me ndodhë këto ankthet edhe këto problemet edhe krejt të cilat nuk mundën me u menaxhu edhe përfundon një martesë pa e studiuar si duhet. Kush ose cila grup mosh ndahet më shumë, kërkon divorc më shumë. Paktën këtu po flasim për përvojave t'juaja, pa dashur të bërë thirremi në statistika. Që na vinë këtu, fakt 30 vjeçarët kërkojnë shumë, edhe moshat e shtyra. Unë konsideroj që edhe moshat e shtyra janë para një situate që kërkojnë shumë fillimin e procedurës shkurzimit. Për shembull, cilat janë ata faktorë që i qojnë? Për shkak braktisjes së raportit familjar, për shkak braktisjes fëmijëve besa, kanë mbetë vetëm çifti, nuk kanë ai për kujdes, dojnë me zhvillu jetën e pavarur, ndryshe. Nuk e di, po e shoh që është një tendencë edhe moshave të shtyra për shkurzime. Që është për mohabit, po me gjithatë ka një numër shumë. Edhe për shkak të smundjeve mentale, që ka ndodhur kohëve të fundit, kur i kemi trajtuar në qendër. Ka dhe alkoholizmi edhe smundjeve mentale. Gruaja ose burri pranon të heqë dorë nga një martesë për shkak të smundjes. E përderisa kur vënon punor, është një rregull aty që duhet të thuhet edhe në smundje ti do të jesh pranë. Në këtë rast e përjashton, domethënë te smundjet mentale e përjashton. Më thonë, ka drejt shkunorizimi. Ka drejt, po natyrisht kur pala kërkon, ajo edhe do t'i jip. Sa është gati qendra për punë sociale me i përcjell këto rastet kur ta zëm gjyqtarja vendos që X nënës do t'i takojnë fëmijët, pastaj alimentacionis, gjëra tjera. Sa përcjellen vazhdueshëm që gjithçka është duke shkuar në rregull? Në rastet kur gjykata merr vendim që realizimi i kontaktimeve të bëhet nëpërmjet qendrës për punë sociale, atëherë menaxheri i rastit gjithmonë është prezent gjatë realizimit të kontaktimit të prindit me fëmijën, domethënë të cilit nuk ju ka besu, me qëllim të përcjelljes së rrjedhjes kontaktimit, mbarvojtjes kontaktimit, gjithmonë duke parë interesin më të lartë të fëmijës. Sa është vlera ndryshe për alimentacion për fëmijë, apo është e barabartë për secilin rast? Jo, varësisht sa edhe merret parasysh gjendja e prindërve që apo punojnë të dytë apo nuk punojnë, po edhe varësisht prej moshës së fëmijës. Tash për shembull nëse një fëmijë është në shkollë, normal nevojat e tij janë më të mëdha, shkollimi, librat e këtu, gjonat veçmbothja këtu, nuk është ndryshon varësisht prej moshës së fëmijës dhe varësisht prej të ardhrave sa statusit sa i ka. Tash nëse për shembull fëmia ju kanë besuar nënës, nëna punon, baba kontribon sa i përket fëmijës, po ka parasysh edhe nëna është të punu. Mirë po, thjesht gjithçka dallon bazë të rastit që kemi në procedurë. Ç'është të paraqitet. Po këto të drejtën që e vizitës ta zëm, fëmijët janë te nëna, baba, kur ka të drejtë, sa kohë, sa respektohet. Unë për shembull e pata dëgjuar një herë një rast, domethënë pi përvojës time, thot kur djali im shkon te baba i tij, ai gjatë gjithë kohës, në vend se ta shfrytëzoj atë kontakt për dashninë edhe për raportin, gjatë gjithë kohës i bën akuza për mua. Domethënë ka kalu një kohë gjatë kur kjo marrëdhënie ndoshta nuk i bën mirë fëmisë nëse zhvillohet si e tillë. Unë e përmend edhe më herët që është shumë problem të natë prindërve se shumicën e natëve që kanë me një tjetrin shfrytëzojnë të fëmija. Aden, kur të shkon të nona i fol keq për babën ose e kundërta. Nuk e di unë gjatë punës tem personalisht, nuk e di është një ose dy rast që më ka habit çifti që në konë ashtë të gatshëm, që mendoj që ashtu duhet me konë, veç kur vendosin me undo, ashtë të gatshëm me kontribu se cili prej tyne me këtë forcat të tyne që me ndikun me rritin ma të mirë të fëmijës. Dhe më thonë, tash vetëm fjala ndarje është e rëndë, për një njerëz të rritur as më tepër për një fëmijë që ndoshta alo nuk e ka vështirë me pranu faktin që të dy prindë janë të ndarë.
kjo është problemi se të na prind nuk janë shumë të vetëdijshëm se të nëse ke vendosur me nda jetën me një person që ki tash fëmijë të përbashkët, duhet me pas parasysh që interesin më të mirë, sikur na si gjykatë, për çdo institucion që ka dhe ata duhet me pas primarin interesin e fëmijës. Nëse ju kanë besu nonës, duhet këtë jetë nona me u marrë me nonën, po ju me mos më shfrytzuan këto rrethana. A keni ju ankesa? Hapmarrja kryesore e çiftit realizohet nëpërmjet fëmijës për të arritur qëllimet e veta. A keni ju ankesa në këtë drejtim? Kemi ankesa na gjatë zhvillimit të procedurës, pajtimit që kur gjykata na përcjell neve që jemi të obliguar të zhvillojmë, domethënë fillimisht procedurën e pajtimit, në rast mos suksesit, atëherë bëjmë vlerësimin e rrethonave. Procedura e pajtimit të qendrës për punë sociale zakonisht ndodhet kur ka fëmijë. Çdo herë na se zhvillojmë edhe i drejtohemi qendrës për punë sociale kështu. Me neve që jemi të obliguar ta zhvillojmë seancat, bëjmë vizita në terren, vlerësojmë rastin, në rastet kur çifti nuk pranon të pajtohet, atëherë bëjmë vlerësimin e rrethonave se cilit prind m'ia besu fëmijët, gjithmonë duke e shiqu cili prind i ka kushtet për mirëqenien, rritjen dhe edukimin sa më të mirë të atyre fëmijëve. Gjatë zhvillimit seancave ne gjithmonë i këshillojmë prind që fëmijët sa më pak, se nuk mund të them që mos të përfshihen, se ata janë të përfshihen konfliktet e tyre, po sa më pak të përfshihen fëmijët në konfliktet e tyre për arsye të lëndimeve të matutjeshme, se ata fëmijë më vonë mund të jenë përdorues substancave narkotike dhe tregojnë fëmijë me sjellje asociale, delikuent të mitur që në të ardhmen do të ndikonte negativisht në shoqëri. Nuk e di pse këtij diskutimi kaq të mirë nga ana juaj, po më lind një dyshim, nëse gaboj edhe ma thoni. Vazhdimisht po potenconi që kushtet ekonomike ndikojnë kuj me i taku fëmiu. Por ai mund t'i ketë kushtet ekonomike të mira, por s'është njeri. Në atë kuptimin. Një ndër, për shembull, është një po. Ne si qendra për punë sociale vlerësimin e bazojmë kryesisht në lidhjen emocionale të fëmijës me prindin. Lidhja emocionale. Lidhjen emocionale është më e rëndësishme. Sepse ndoshta lidhja emocionale. Fëmia tregon ajo është si personaliteti. Veç dashta me tregu një përvojë, ka qenë këm pas disa fëmijë një çiftit që patën kërku me u shkërzu, edhe patën thonë, i pata pyeta ai një çudit se përdojnë munda printa. Jo, tha, shumë çudi për na vjen se jenë vënu, o dashtë ma heret, nga kanë shkaktu neve, pasoja shumë më të mëdha me qëndrimin e tyre të dhunshëm brenda në familje. Kështu që ka një herë shkruazime, nuk duhet me pasi si diçka e keqe në shoqëri, po për shumë njerëz mundet më konë një liri ose një fitim i të drejtës, i cili kishte më ndiku pozitivisht në jetën pa tutje. Gjithsesi. Gjithara, kush ngrit më shumë pa di? Meshkujt apo gra? Vazhdimsi e përmendem me emancipimin edhe zhvillimin e femrave, kështu që edhe gjatë punës time praktike që është që pothuajse 2 vite kom vrejt që më shumë t'i kanë qenë femrat ato që kanë bu pa di për shkruazim ose dhe propozim të përbashkët. Ky propozim i përbashkët duket se qenë ka shumë i lehtë, sepse atave që kanë përgatit vetën. E kanë vendosur që s'po dojnë me jetu më bashkë, është vullneti të dyve që po dojnë me u nda. Se dhe padia, përveç që është procedurë pak më të stërgjatur, se ama fakti që ata kanë bënë një propozim të përbashkët, zotë të thotë që ata po ndalen me qef mirë, po thjesht e kanë po që kanë shtirë çdo element që ata me jetu bashkë dhe të dy janë dakordit për me u nda. S'po dojmë me vazhdu jetën bashkë. A ndodh ndonjëherë që fëmijët janë fakt, edhe ky shembull është shumë i mirë, po edhe ka raste kur edhe fëmijët vazhdimisht tentojnë me bë për nëse janë matritur që me i pajtu prindërit. Nga rastet që unë kom pasë në seancat që kom marrë edhe mendimin e fëmijëve, mendimin e psikologut me prezencën e psikologut, jo. Janë kanë e potencoj dhe nora që thjesht ma dëm ju ka bëj jeta e përbashkët, për shembull kur ju shkon që kom pasur as kusht e nisu pa dia prej nonës në vazhdimsi kur e kom dëgju fëmijën, më ka treguar që sa pa i pa kujdesshëm kom baba që ka ushtruar dhunë të vazhdueshme. Edhe thjesht edhe ata në një farë pranojnë që është më mirë me se thjesht veç çdo herë ma bëjnë gjyqtarë s'puna më ngu për tima,
s'puna më të në kohën të bërtit njerëzit, të bërtit fëmijë. Janë akumulu. Deri të një divorc, a ka ndodhur ndonjëherë për shembull nëse ka pas dhunë, ta lajmëroj policin, ta trajtoj, apo e ka mbajtur fshehur krejt kohën edhe në fund ka shpërthyer edhe gjykata ka qenë ndoshta adresa më saktë. Të dy situatat janë prezente. Në fakt, rastet e dhunës tash janë ma të gatshme për me ardhur deri te shkruazimi. Mirë po ka dhe rastet cilat janë akumuluar me vite, këto rastet për shembull mbi 30 vjet që kena pas, ato nuk janë të paraqitur si rastet të dhunës familje. Shumica prej tyre. Çiftet e reja kanë Çiftet e reja situatë shumë më shpejt. Janë ma të informuar lidhur me mundësinë. Mundësit, pikërisht. Dhe këto rastet e çifteve të vjetra është problematike për shkak se ato kalojnë me njëherë deri te nuk ka kthim mbrapa më. Është shumë interesant pjesa atyne. Për shkak se e konsideroj se gjithçka ka marrë fund, fëmijët janë rrit edhe si çift nuk e dojnë jetën e përbashkët. Edhe kështu konsiderohet që e përfundon që atë me shkruazim. Frumza? Ka raste dhunës në familje kur ka toleru. Disa herë dhuna në familje ka qenë sistematike derisa në fund s'ka mujt më me toleru. Atëherë ka paraqit rastin në polici. Pas rastit në polici atëherë vinë procedura tjera që vazhdojnë matutje menore në gjykatën e me ne në bashkëpunim. Unë në punë të shikom edhe rastet e dhunave në familje, që gjyqtarët që mirë në to, dhe të rastet shumica, sidomos moshave mashtyrë janë qenë akumulu për vitet e tona. Për shembull, kur e bën pyetjen a ka ushtruar dhunë dhe ndonjëherë thot po ka ushtruar në vazhdimsi, pse se ka lejmë, jo rreth, jo hajtë se përmirësohet, jo kështu. Kështu që sidomos të moshat e shtyre që përmendin ora zakonisht janë akumulu për vitet tona. Gjithmonë me shpresën se për ndryshim. Pa pasur guximin për me tregu një të vërtetë të saj. Edhe shumë për të rrethit, hajtë ku marr deri te ndarja, po provojmë derisa më. Thot nuk duhet të quhet lajm nëse një qift ka kalu 30 vite martesë, por ka x arsye për t'u ndarë në një farforme, më mirë që e ka bërë zgjedhjen për pjesën e mbetur të jetës. Kemi vetësim të femra. Po, kjo është. Vetësim. Ngritja vetësimit ka ndikuar në raportim. Se thonë u rrit numri i rasteve të dhunës, nuk u rrit numri i rasteve të dhunës, po ngritja vetdijes për raportim. Raportimi. Përmenda vetë fakti që ka më shumë raste të femrave që paraqisin pa ditë do të thotë që thjesht e kanë marrë guximin edhe mo nuk durojnë që shkanë në rrugë për Po në syrin e meshkujve të cilët janë të paditur nga paditësja, si shihet kjo? Se jemi shoqëri, Po, është ajo kemi ato stereotipe. Çdo herë që jo s'është e vërtet, jo s'u ka thotë kështu, jo s'kom xhelozu, jo është i parë. Edhe ata janë çdo herë kom golës që nuk është e vërtetë ajo që ka thonë. A ka procese të stërzgjatura dhe sa mund të jetë i stërzgjatur një proces për shuarje të martesës, për çfarë rrethona? Unë si gjyqtare që gjykoj që 2 vite, rastet kur mas shumë të që na zgjatet procedura është të rastet kur kemi rastet që janë shtetas, po mendoj shtetas Kosovës mirë po jetojnë jashtë. Ose njëri jeton këtu, njëri jeton jashtë. Mandej komunikimi çdo herë duhet me vazhdu përmes bashkëpunimit juridik në rrugë diplomatike, që ti merr minimumi 6 muaj me dërgu një shkretës jashtë, derisa të kthehen, vjen një seancë, mandej prapë me vazhdu jashtë, mandej është janë edhe rastet kur kanë fëmijë po që jetojnë jashtë. Na çdo herë do të më kërku për organeve kompetente mendime atje. Mandej janë disa raste që janë për shembull të çështjet e fëmijëve shumë më të komplikuara për me vendos, se sa një rast që ki dallon prej rrethonave. Në rastet kur pajtohen prindrit për shembull që fëmia ka një besu nënës, mirën vesh, mënyrën e kontaktit, mënyrën e alimentacionit, këtu përfundojnë tepër shpejt. Vetëm kërkojmë raportet për qendrës për punë socialeve që na pasi që të vlerësojnë përgjigjet interesit të fëmisë, mirë po janë është vlen të cekit që edhe për ligjin për ndërmjetësimin është obligative dërgimi i rasteve në ndërmjetësim kur kemi të bëjmë me çështjen e besimit të fëmijëve, alimentacionit dhe kontaktit. Në këtë raste kur mirën vesh palët në ndërmjetësim, po mendoj
paditërat që janë bashkëshortet, ne vetëm e vlerësoj marrëshja marrëveshja i përgjigjet interesit të fëmijës, për shembull mënyra kontaktimit me qenë më shpesh, alimentacioni dhe çështja e besimit. Nëse i përgjigjet ne me një vendim aprovojmë marrëveshjen dhe ajo ka fuqinë e titullit ekzekutiv. Mirë, po këto rastet që përmenda që i caj ka më lart janë arsyet që shkojnë në një proces më të stërgjatur, po edhe vlen të ceket numri i madh i rasteve dhe i landëve që kemi një procedurë, pavarësisht që janë landë me prioritet, ligji na parasheh me i marrë në punë më shpejt, po s'do të thotë me patjetër me i kry për një periudhë shumë shpejt. Për shembull për rasti divorceve, cila landë mund quhet me prioritet më të madh e cila më pak? Në përgjithësi, shkurorzime e divorce që janë me prioritet ligjor, mirë, po të rastet kur kemi të bëjmë me fëmijë është më prioritet. Po të gjitha çka kanë bëjmë me çështje statusore, me kësaj natyre janë me prioritet ligjor. Të çështjet të fëmijëve normal kur kanë fëmijë na merr pak më shumë se na duhet me mbledh më shumë dhona, ma duhet. Domethënë që i takon qendrës për punë sociale me kry punën në terren komplet. Dhe pastaj kur thjesht ta kompleton një lëndë për një X procedurë, pastaj vjen deri tek ju dhe ju e keni malet. Profesional lidhur me raportet e qendrës për punë sociale, mandej nëse shumë që na nevojitet në informacion shtesë, prapë kur komi raport ose i ftojna dy përfaqësues të tyre që çdo herë janë në dispozicion, që na ndihmojnë tepër shumë kur të kemi prezencë, arina me u bë pyetje më shumë edhe me nxjerr ato çka unë du për me vendos interesin më të mirë. A janë gjithmonë raportet e qendrës për punë sociale të bazuara vetëm në atë çka thot familja ose burrit edhe gruat, apo duhet edhe në komunitet, sepse intervistat edhe mund të jenë të shtrënguara për shkak të rrethonave dhe situatave. Dhe komuniteti mund ta thotë një të vërtetë që ti nuk e merr atë në familje. Ne si procedurë e zhvillojmë 3 muaj, nëse kemi nevojë, kërkojmë nga gjykata afat shtesë që ta zhvillojmë matutje ta trajtojmë. Nëse shohim që ka elemente të nevojshme për shtyrje, për ndërhyrje, dhe bëjmë një analizim të situatës komplet, jo vetëm deklaratave, po gjithë situatës ekonomike, të banimit, rrethit shoqëror komplet. Shumë mirë. Po në rastet nëse gjendja ka ardhur deri në atë pikë sa as nuk duan ta shohin njëri tjetrin, a mund t'i përfaqësoj avokati në seancë që ata të mos kenë kontakte fizike njëri me tjetrin? Po, ka raste kur kërkojnë. Edhe normalisht angazhohen avokatë dhe përfaqësuesit e tyre i prezantojnë në gjykatë dhe kryet shkurorzimi. Nuk është Jo, nuk është pengesë, mungesa e palës që ka më shkurorzuar, që ka bo padi, nëse ka një person të autorizuar që i përfaqëson, qoftë përmes ndihmës juridike palës, qoftë një avokat që ka autorizuar vetë, mirë, për përjashtimisht të rastet kur për shembull, unë e vlerësoj që po du mi ndëgju, tash na sipas ligjit i thojmë në cilësitë e palës, si ndëgjoj të paditurin edhe paditësin që janë bashkëshortet, i ftoj për me ardhë. Më ka ndodhur rast që më ka thonë avokati gjyqtari, ajo nuk po don me taku. Unë i kam thonë që unë po du me i dëgju, të kanë ardhë, i kam dëgju, po kur kanë ardhë në seancë, u kanë mirë, edhe nuk kanë pas të lashë kështu. Sa aty fillon atëra i diskutimi, ndoshta ma theta thash. Po, nga njëherë dhe prej vërejtrimi drejt për drejt që muj me e bonë me ata persona është malit. Edhe kur kemi seancën e tentim pajtimit, ata kanë të detyrueshme me ardhë në seancën. Nëse nuk vjen dështon procedura, po për seancën e tentim pajtimit, veç të ceki që nuk muna me zhvillu me praninë e avokatëve, çdo herë ku i kemi adresat e palëve, kur palët janë në Kosovë, ju drejtohemi palëve për me. Dhe nëse dështon një seancë, në çfarë kohëzgjatje krijohet pastaj seancë, kërkohet seancë tjetër? Për shembull, mu kur kom zhvillu seancën e tentim pajtimit, e kom pa që nuk ka pas rezultate dhe s'është nevojshme më me caktu dhe një seancë tjetër të tentim pajtimit që ne, se unë si gjyqtare, varësisht prej rastit, nëse shoh që ka mundësi për me u pajtu, me vazhdu dhe njëherë jetën bashkarisht, e caktoj 1-2 seanca që me po mjavlon edhe aty në pak
hapësirën kurrëse, e kom vrejt dhe plasëve praktike që ndoshta nervozë si për e ka paraqit një padi ose një propozim, por në ndërkohë kur i kam ftuar në seancë, ajo i na pajtu, nuk po dojna më me ndo, edhe ndoshta nganjëherë dhe lënia asaj kohës një farë hapësire deri te një seancë pak më gjatë, pak më gjatë i shkon shumë më mirë se kishin reflektu pak, më ka ndodhur mua në rast. Po rrezik për përsëritje situatës së njëjtë jo, ndoshta. Jo, se kur të pajtohen, le të pajtohen. S'është që s'ndodh, për shembull që një herë kam pas një rast, patëm propozim për shkërëzim dhe e caktova seancën dhe po më vjen avokati, ta gjyqtare tha, jem pajtu, s'po dojmë mirë, po fatkeqësisht nuk kishte gjatë shumë as 2-3 muaj, ndoshta ne kishim paraqit tash pa di hala e komplikuar në gjendja. Po çdo herë kur shohemi që ka mundësi për pajtim, na munduhemi mi rujt qatë, që është obligim i ligjor me mundu me rujt bashkësinë familjare, martesën. Është obligimi se cilit prej nesh. Deri aty ku e shohim se nuk janë shterë mundësit. Po, gjithsesi. Çumza, sa deri në çmosh mund të merr fëmiu alimentacionin? Këto në ashta gjyqtoria, thotë ma mirë, se është pjesë. Derisa ti bën 18 vjet, ose në qoftë se është në shkollim, derisa ti bën 26 vjet. Për shembull, nëse njëri ndaj fëmijëve është në shkollën e sipër, ku i bën 26 vjet, i lejohet alimentacioni. A mund të vendos fëmiu kur të rritet, pavarësisht se gjykata ja ka dhënë një vendim që do t'i takojë nënës ose babait, ecje gjatë rrugës, ai ka arrit me i rujt raportet me të dytë. A mund të vendos ai kundër atij vendimi dhe të kalojë në anën tjetër? Në qoftë se unë me vendim, për shembull, jo kam besuar që fëmia me u besu nonës derisa fëmia i ka nër 18 vjet dhe blen. Prindi tjetër, në qoftë se për shembull ju kanë besu njërit prind. Prindi tjetër mendon që prindit që kanë besu nuk kështë e ushtru kujdesin, që fëmia është e lidhur më shumë. Thjesht kanë ndryshuar që ato rrethana që unë ja kam besu fëmijën, madje prindi tjetër e bën pa di për ndryshimin e aktgjykimit edhe kërkon besimin që na kemi rastin praktik që kërkon besimin që m'ju besua ti fëmia, për shkak se fëmia më shumë është i lidhur tash emocionalisht me ta, për shkak që ka kushtet më të mirë ose çfarë po di. Thjesht kanë ndryshuar që ato rrethana për të cilat ne fillimisht ju kemi besu. Po, a ka gjatë zhvillimit procedurës fëmijë që në mbi moshën 10 vjeçare kemi të drejtë ju marrin deklaratë se me cilin prind dëshirojnë të mbesin, domethënë kujdes cilit prind. Po, a ka raste kur çifti ndahet, shkëpusin martesën, fëmijët i takojnë ta zëm nënës, zipse gjithmonë po, edhe gjatë rrugës nëna krijon një lidhje të re, por nuk e ka të, domethënë ligjërisht të rregulluar. A ka raste kur në situata të tilla fëmiu tash mbetet nën kujdestarinë e gjyqeve mbetet? Po, ka raste, edhe si veprohet në këto? Sipas ligjit, sipas detyrës zyrtare jemi të obliguar që t'ja caktojmë një kujdestar ligjor. Kujdestari ligjor që të mos mbetet fëmia pa kujdesje prindërore. Personit, kujdestari ligjor të jetë në anën e personit që i ka takuar ligji apo të kalojë diku tjetër. Ne si qendër për punë sociale i vlerësojmë rrethanat se ku i caktojmë kujdesimin të rrethanave shumë mirë. Çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri që edhe këto problematika ti trajtojmë tamam kështu profesionalisht, që secila grua dhe secili burr ta di vendin e vet para se të vijë të divorci, por në anën tjetër edhe nëse ekziston rreziku për divorc, ajo të bëhet në momentin e duhur, pse të kalohet një kohë, të merret një pjesë e bukur e jetës, të kalohet ndoshta jo ashtu siç do ta donim secili prej nesh. Faktikisht vendisimi i qytetarëve lidhur me drejtat përkon me ato që jo vetëm për mu vendisu vetëm për drejtat, por edhe për obligimet që rrjedhin prej atyre të drejtave. Se edhe vetëm ideja që ne kemi vetëm të drejta, pa e kalu edhe të përgjegjësit, po normalisht krijon situatat konfliktit. Edhe çdo situata vijnë deri te shkruazimet për të cilat po flasim na, ose për shkak se po thojmë që ka një numër të rritjes. Mirë, po megjithatë, ne unë konsideroj që një vendisim i plot i njerëzve dhe qifteve të reja ka të bajë që të vendisohen për jetesën e përbashkët, jo të hyjnë në lidhje martësore pa të ditë të drejta dhe detyrat e tyre. Konsideroj që qiftet e reja
më shumë kanë, ose edhe familjet në përgjithësi, konsideroj që fokusin më të madhe kanë te darsmat e jo te martesat. Konsideroj që një prej pikave kryesore është të fokusohen te jeta e përbashkët martesore e jo te elementet rrethanore të cilat e përbëjnë martesën. Trumza ju edhe si sociologe i dini mirë këto rrethana se si duhet të përgatitet një qift për martesë para se të arritë shkputja e martesës, si ta ruaj atë. Si e mendoni, cila do të ishte ajo këshilla juaj profesionale? Edhe aty në punë, sepse jeni të lidhur domosdoshmërisht, por edhe vetë profesioni juaj ju bën pak më të ndjeshëm në këtë situatë. Te martesat e hershme ndodh mas shumë tindorja për shkak se hyjnë në martesë pa i ditë obligimet, përgjegjësitë dhe detyrat ndaj njëri tjetrit, e ma tutje ndaj bashkësisë familjare, ndaj fëmijëve, edhe ndaj rrethanave të tjera. Nëse referohemi raporteve që ju merrni, qoftë raporte mujore, 3 mujore, a ka rënje apo thjesht rritje të këtyre rrethanave, paktatësi po? Jo numri të divorceve, por edhe paknatësive kur divorci është kry, por nuk po kryen si duhet, ato raportet prindërore, probleme, kështu me radhë. Kemi raste kur prindit cilët nuk ju kanë besu fëmijë, paraqet kërkesë në qendër për punë sociale, ku mendon që fëmia për neglizhohet, apo keq trajtohet, apo nana, apo prindi tjetër nuk ja sjell në kontaktim, i vlerësojmë rrethonat, dalim terren, bëjmë vizita dhe vlerësojmë gjatë gjithë kohës. Domethënë, ne jemi aty për problemet e tyre. Sepse është misioni i qendrës për punë sociale. Mbrojtja dhe interesi më i lartë i fëmijëve. Po, faleminderit. E thatë shumë mirë që para të gjithave duhet ta ruajmë familjet, sepse kjo është ndoshta më qëndësorja se cilit prinesh. Çfarë duhet bëj një njeri para se të trokas, para se të filloj të ngris padi për ndonjëri për njeriu që dikur e ka dashur edhe e ka kurorzuar martesën? Të di, mendoj që është shumë e rëndësishme vetëdijsimi ose thjesht komunikimi me njerëz advokat që mund me dhënë këshilla në ruajtjen e kësaj bashkësie martesore. Nganjëherë na pa ndihmën e dikujt na nuk mundemi me e i qartësu disa gjëra. Për shembull, e përmendi Trumza, i kanë programet e specializuara që mundin me dhënë këshilla në këtë aspekt. Mandej janë psikologë, janë persona advokat që mundesh me bisedu lirshëm që me ditë para se me marrë një vendim të tillë për me shku në Mendësia jonë të ndryshoj, që ne problemin ta qesim tavolinë, ta hapim. Eksakt, të na të pas parasysh ndoshta mentaliteti ju në gjona e kemi shumë vështirë me u ballafaqu me situatat që na vijnë, ose me u ul në tavolinë dhe me diskutu problemi ku është ose tek është. Unë e kam pa shumë raste, për rasteve praktike, për shembull, si ja kam nis me fol, me njëherë ja ka nis dyt me bisedu, dyt me ngrit zërin ashtu që thjesht e shisha që çaq shumë kanë nevojë me qit komplet ato problemet të tyne, me diskutu edhe me pa ku janë me njëri tjetrin. Po tham, ndoshta martesat e hershme gjona dhe thjesht i kanë përfunduar. Kërkoj palë që duhet dalim prej mentalitetit patriarkal, të kërkojmë ndihmën e profesionistave, kemi psikolog për këshilla martesore. Dhe mos ta konsiderojmë si çështje të mbyllur familjare, por si dukuri shoqërore. Ndoshta është mirë me konsideru si këshillimin familjar, si mundësi e re për çiftet, për me pas një institucion që kishin më marrë këshillim psikosocial lidhur me për shkak se mungesa psikoterapisë familjare, për shkak se edhe mungesa komunikimit, që është edhe gjyqtare kanë njëherë bien deri te shkruazimi. Për shkak se absolut nuk komunikojnë mes vete për asnjë problem të cilin e kanë të përbashkët, por ma përpara vinë edhe kërkojnë shkruazimin se sa fillimin e komunikimit normal. Kjo që është një prej arsyeve ndoshta që rrjedhimisht neve na shtin me mendu edhe me avancu lidhur me këshillimet familjare, këshillimet psikosociale që kishin me ndihmu çifteve në këto faza, jo me shku direkt në gjykat, po të kalojnë në disa faza paraprake. A kemi të kalu ne atë situatën që një grua nëse divorcohet,
ma hap derën vllau ose s'ma hap. Prindërit më pranojnë mrenda apo nuk e më pranojnë. Ende është e pate i kaluar kjo. Dhe kjo nështë i bën me i duru këto rrethanat e pastaj me u akumulu edhe me janis të dytë bashkë, si që po thoni ju. Po, në përmenda se dhe mos në rastet në vendet rurale ka shumë problem me marrë një vendim edhe më marrë, po du më shkurëzu se thjesht nuk po munde më. Është ndikimi rrethit është tepër i madh. Ma shumë ndoshta mendojnë çka thojnë prindrit, çka thojnë vllau, çka thon motra se sa që mendon për atin e vet. Po për fëmijët a flasin ata kur vendosin? Dojnë me Procedurën e ndërmjetësimit në fillim. Po, a flasin atë ndjesin për prind si kanë mundi fëmijët e tyre? Janë deri te kjo situatë që ato e cika dhe më herët që i këshillojmë gjithmonë fëmijët mos mi përfshi, se në ato situata fëmijët gjithmonë janë të përfshin, domethënë kemi raste kur fëmia nuk dëshiron me kontaktu fare me prindin tjetër, e që nuk është në rregull për rritjen edhe zhvillimin e matutjeshëm të atij fëmije. Unë e përmenda, ka shumë pak raste në praktikë që vjen puna deri te ndarja dhe që prindrit e kanë primare interesin në çati fëmijë, qysh atina mja bo më atlet. Pak e dhëmshme. Është shumë e dhëmshme, jo pak, po shumë për shoqërinë tonë, që themi sikur po zhvillohemi, është e dhëmshme nëse jemi në këtë stad. Unë kom pa gjatë punës, kur i kom për shembull i kom pasur, i kom marrë në pyetje prindrit e gjona, në vazhdimsi kanë gjujt kritikat të një tjetrit dhe gjithçka në aspektin jo t'i kështu, jo t'i ashtu, që është shfryzu t'i për keq për fëmijë. Se din që të aspekt mendoj që duhet tepër shumë prind me pas kujdes momentin kur thjesht kanë vendos me u shfryzu me personin që kanë kriju jetën e përbashkët primare me pas interesin e fëmijës, me abo atina më atlet ndarjen. Për shembull, të rastet kur thjesht vendosin më nda, me u marrë vesh qysh me realizu kontaktin, qysh me realizu besimin, edhe ajo po është ma letë edhe për një, edhe për qendrën e përpunë sociale, edhe për këtë se e keni pasur qysh ata po dojnë me ja u bo ma atlet aty në fëmijëve ndarjen. S'do ta mbaroj pa edhe një pyetje se po më intereson. Prona përbashkët që është ndase, sepse ata kanë jetu, kanë kriju ndoshta një pronë të përbashkët, se kur është pronë e falur nga prindërit ose aty e dim. Po te prona përbashkët aty mund të krijohen ndoshta probleme. Kjo është sfidë në vete. Sfidë në vete. Në raste praktike shumë më shumë ndoshta se këtu çështjet e tjera, se ende është ai far mentaliteti ju, prapë lidhur me mentalitet që ty nuk ta kanë. Po, jo, unë kam rastin procedurë, ende nuk i kom përfundu, po kam rastin procedurë që thjesht e bojnë pa dim për pronësit e përbashkët në nda. Pas shkëputjes së martesë. Mujnë pjesimin me bodhe gjatë jetës e martesor, po zakonisht ndodhë masi që... Po, jo në procedurën e shkërëzimit me pa ditë veçantë, mirë po pjesimin e pasurisë mujnë me bodhe sa janë të martuar, po që në praktikë ndodhë zakonisht në momentin kër ata janë shkurëzu më ndë i femrat bojnë pa di për pasuritë të përbashkët. Kjo është... Sepse e kanë krijuar bashkë. Po, është pasuria që e kanë kriju për momentit kër ata janë kurëzu, kanë jetu bashkë dhe me thonë e kërkujnë në mënyrë të barabartë. Nuk ndodhë që të heq dorë do njëri, për shembull. Po, nëse e kërkan me pa di, ajo kërkan, qofse se kërkan... Po, ajo është në qëtë... Edhe thjesht nuk... Për shembull, nëse i takojnë fëmijët e pastaj vetë me vullnetin e vetë, edhe pse prona ka qenë përbashkët, me ja leju një në spal, jo. Rastet rrava, shumë rrava. Nuk jemi aq human, as të fëmijët ndoshta. Femrat dalin për i shtëpi se lirojnë shtëpinë. Na për fëmijë po kemi probleme, arrit një marrëveshje e lemo për pasuri që mendoj që ka me Ishta me ndërlidh se e dhimbshme, arrin pak shqetësuese. Kjo është shqetësuese ma shumë. Po. Për shkak se përveç asaj anës emocionale që ki me fëmijë, problematika e mas shkruazimit fillon te prona përbashkët. Nëse do me fillu procedurën, shumicën e antarëve të familjes besa i ki kundër. Dhe përveç se asaj që ke humbë një jetë përbashkët familjare, për humbë edhe përkrahjen, edhe plus kontributin. Që i bo ndoshta 1 dekadë, 2 dekadë. Edhe pse, tash du të me qenë real, ka një ngritje të vedijes. Femrat apo gratë janë vedisu që tash pronat i regjistrojnë Po, kjo qëndron në emër të përbashkët, do më thonë, dhe konsiderojnë që mundësit të gjeneratat e reja
kanë ndryshe mënyrën e trajtimit të rasteve të tilla. Nuk është mos si përpara që e kanë hek dorë një herë edhe përgjithmonë që i hek dorë prej pronës, tash është pak më ndryshe. Faleminderit shumë që ndat kohën me ne dhe me shikuesit tanë përkundër obligimeve të juaja të vazhdueshme që i kemi. Uroj më të mirat për ju, gjithsesi punë sa më profesionale, sa më pak në këtë drejtim, por gjithsesi profesionalizmi të mbetet pjesë e përditshmërisë suaj. Faleminderit. Ndami këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendje, lëm takim në një tjetër temë diskutimin. Faleminderit.